Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kur erdha në Tiranë për studime, isha vetëm 20 vjeçe dhe për herë të parë larg shtëpisë. Nëna më kishte futur në çantë rroba më shumë se ç'duhej dhe një qese me ushqime për çdo rast. Babi nuk fliste shumë, por mënyra si më pa kur u nda më mbeti gjatë në mendje. Nuk e dija aso kohe që ai ishte shikimi i fundit i një kohe kur ndihesha e sigurt. Konvikti nuk ishte ashtu si unë e kisha imagjinuar. Mure të vjetër, korridore të gjatë me drita të ftohta dhe një heshtje që nuk ishte qetësi, por rëndesë. Që ditën e parë mësova se gjithçka kalonte nga administratori. Çelsat, dhomat, ankesat, lejet, gjithçka. Ai ishte gjithmonë aty, gjithmonë duke parë, duke ditur më shumë se sa duhej për të gjithë studentët. Në fillim nuk dyshova. Ishte i sjellshëm në dukje, fliste me ton autoritar, por të mbuluar me buzëqeshje. Më quante vajzë të mirë, studente shëmbullore. Komente që në letër duken të pafajshme, por që në trup ndiheshin ndryshe. Ditët kalonin mes leksioneve, dhomës vogël dhe përpjekjes për të përshtatur. Mbrëmjeve kur shtrihesha në shtrat, ndjeja një ankth të pashpjegueshëm, sikur diçka nuk ishte në rregull, por nuk e dija çfarë. Më dukej se po e teproja unë, i thosha vetes se duhet isha më fort. Një pasdite më thirrën në zyrë, për arsye administrative. Shkova pa menduar 2 herë. Ajo që ndodhi nuk ishte diçka që mund ta përshkruaj me detaje dhe as nuk dua ta bëj. Por dua të them se unë ndjeva e bllokuar, jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht. Frika të paralizon. Truri nuk reagon siç mendon se do të reagojë. Nuk bërtet, nuk lufton, thjesht dorëzohet. Kur dola nga ajo zyrë, dielli ende ishte shumë i zjarrt. Njerëzit kalonin jetën e tyre normalisht. Jeta vazhdonte. Por për mua gjithçka kishte ndryshuar. Çdo hap më dukej i rënd, çdo tingull më bezdiste. U ktheva në dhomë dhe ula në shtrat pa lëvizur për orë të tëra. Ditët që pasuan ishin më të errta të jetës time. Nuk shkoja më në leksione, nuk flisja me askënd. Kur më pyesnin si isha, thosha mirë automatikisht, por brenda ndihesha bosh. Ndjeja turp edhe pse nuk isha bërë asnjë gabim. Ndjeja në të njëjtën kohë faj edhe pse isha viktim. Kjo është gjëja më e padrejtë e traumës, të bën të dyshosh tek vetja jote. Fillova të kisha probleme me gjumin, net pa gjumë, mendime që përsëriteshin, momente kur zemra më rihte fort pa arsye, trupi im po fliste atë që unë nuk guxoja ta thosha me fjalë. U desh shumë kohë derisa të hapja gojën. Fillimisht i tregova një shoqe me zë të ulët, sikur po rrëfeja një mëkat. Ajo nuk më gjykoi, por më dëgjoi. Dhe vetëm ajo gjë që të dëgjohesha ishte një lehtësim i vogël, por i rëndësishëm. Më pas erdhën hapat e vështirë. Të flisja me një pedagoge, të kërkoja ndihmë, të përballesha me pyetje, procedura, frikë se mos nuk më besonin. Ishte raskapitse. Çdo hap ishte një rikthim i vogël i kontrollit mbi jetën time. Administratori u hetua. Nuk ishte e lehtë, asgjë nuk e fshin atë që tashmë ndodhi, por fakti që ai nuk ishte më aty, që nuk mund t'i bënte të tjerëve atë që më bëri mua, më dha një ndjenjë drejtësie brenda meje. Sot jam ende në proces shërimi. Trauma nuk zhduket si me magji. Ka ditë të mira, ka dhe ditë të këqija. Ka momente kur ende ndihem shumë e brisht, por ka edhe ditë kur ndihem shumë e fortë. E shikoj veten dhe them, unë mbjetova. Kjo histori nuk është për t'ju tronditur, është për të thënë një të vërtetë që shumë e jetojnë në heshtje. Heshtja në fund të ditës nuk mbron askënd. Zëri, edhe kur dridhet, duhet të thuhet, sepse është fillimi i një shërimi. Dhe unë sot, edhe pse me plag, jam ende këtu, duke jetuar, duke mësuar, duke ditur se ajo që më ndodhi nuk më përcakton, por mënyra si u ngrita pas asaj